sepse atë në PDK nuk vendosin deputetët, as nuk vendosin emri. Në PDK dikush tjetër vendos për vendimet merren nga Haga. Kom thonë vendimet merren nga Haga, edhe çfarë ka bërë kjo ministresha zonja Albulena Haxhiu me Hagën është mizerje, nuk janë mbrojt, nuk janë ndalë buxhetet, janë ik avokatët mbrojtës, shteti e ka pas obligim me legj që ti mbroj luftetarët, ta mbroj UÇK-n, sepse në Hagë po sulmohet, po gjykohet UÇK-ja, nuk po gjykohen individët. Prandaj, zonja Albulena Haxhiu nuk është dashur të ndalë buxhetin për mbrojtje të luftetarëve të UÇK-s, jo individëve, jo Hashim Thaçit, jo Jakub Kratlikit, jo Recep Selimit, jo Kadri Veselit, apo të tjerëve, por atë dohet të mbrohet UÇK-ja vlera më sublime e kombit shqiptar prej kohës Skënderbeut e deri më sot. Prandaj, se edhe me Albulenën, unë jam i bindur që edhe PDK-ja do t'ja voton të kryetarin e parlamentit, por jo Albulena Haxhiu. Aty është problemi më i madh se Albulena Haxhiu është kundërshtar Mbesa Ahmet Haxhiut. Mbesa Ahmet Haxhiut, i cili ka qenë një prej prijetarëve të lëvizjes popullore për çlirimin e Kosovës, dhe tani ajo është kundërshtarja më e madhe e luftetarëve të lirisë, sigurisht se Haga nuk mund të jep punë e vet për ta votuar një zonë të tillë për të cilën ndoshta unë personalisht kisha thonë më mirë me lënë në parlament, me kryetarët parlamentit personalisht, se sa në ekzekutiv, në ministrinë më të rëndësishme të Ministrinë e Drejtësisë, ku ajo zonë ka dështuar në më shumë se 12 ligje të cilat ja ka kthy kushtetuesja që kanë qenë ligje të punuara keq. Mund të rikthehet? Nuk për shkak të... Po, urdhoni me pyetjen, se më do... Ndje se ju ndërpreva. Doja t'ju pyesja për të vajtur tek skenari tjetër i Haradinaj, ndoshta këtu shkojmë edhe tek ëndra e vjetër e tij për presidencën. Mund të futet në lojë dhe presidenca për vitin tjetër, pra të rikthehet prap Kurti tek Haradinaj, tek Limaj edhe në këtë rast tek Haradinaj? Problema, raportet e zotit Haradinaj edhe Kurtit kanë shku aq larg sa është shumë problematike të bëhet s'ka asnjë mundësi fare. Edhe pse në zgjedhjet e ardhshme është në rrezik Alianca për Ardhmërinë e Kosovës që mos ta kaloj pragun, sigurisht që nisma nuk do ta kaloj fare, edhe pse, domethënë nuk i konvenojnë zgjedhjet, mas paku i konvenojnë Ramushit, por Ramushi është fut aq thellë në akuza, ndoshta të bazuar se ishte kryeministër dhe ka informata, ka pas shumë informata. E keni fjalën kur akuzon Kurtin për spion serb? Nuk është asnjë mundësi që të kthehet pa marrë parasysh edhe president, edhe çfarë do propozimi, edhe kryeministër, nëse propozohet zoti Ramush Haradinaj